Kërkesa e prokurorisë së gjykatës speciale në Hag, ku po mbahen tash 5 vite, ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi, për post nga krerët shtetëror, ka ngjallur reagime të ashpra edhe nga qytetarët në vend. Reagim të tillë ka pasur edhe nga doktor Besnik Bardhi, i cili është shprehur se ndjenja e indinjatës që sot mbizotronte populli shqiptar është e drejtë dhe e arsyeshme. Prononcimi i prokurorisë në Hag dhe deformimi i drejtësisë historike. Kërkesa e prokurorisë së dhomave të specializuara në Hag për dënime deri në 180 vite burg për 4 eprorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka shkaktuar reagim të thellë dhe indinjat në opinionin publik shqiptar. Ky zhvillim po shfrytëzohet nga mediat serbe, të cilat me një entuziazëm të hapur propagandistik e paraqesin këtë kërkesë si një fitore historike kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një narrativ e tillë nuk është as e rastësishme, as e pafajshme. Ajo synon të përmbysë realitetin historik dhe moral të luftës në Kosovë, duke tentuar që agresori të paraqitet si viktim dhe viktima si agresor. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë, në thelb dhe në të drejtën ndërkombëtare, një luftë çlirimtare kundër një regjimi okupues. Për më shumë se një shekull, populli shqiptar në Kosovë ka qenë subjekti i dhunës shtetërore, represionit sistematik, spastrimit etnik dhe mohimit të drejtave themelore nga aparati shtetëror serb, veçanërisht gjatë regjimit të Miloševićit. Krimet e kryera nga forcat shtetërore serbe në luftrat e ish Jugosllavisë janë të dokumentuara gjërësisht. Masakra e Srebrenicës, ku mbi 8.000 civil bosnjak u ekzekutuan, është njohur ndërkombëtarisht si gjenocid. Po ashtu, në Kosovë janë dëshmuar 10 masakra kundër civilëve shqiptar, Reçaku, Ljubeniqi, Mej, Gjakova dhe shumë të tjera, të cilat mbeten plak të hapura në kujtesën kolektive. Në këtë kontekst, është historikisht dhe moralisht e papranueshme që UÇK-ja, një lëvizje e lindur si reagim ndaj dhunës shtetërore, të trajtohet në mënyrë të barabartë apo edhe moronse sa aparati shtetëror, që ushtroi terror masiv mbi popullsinë civile. Shqiptarët e Kosovës kur nuk kanë zhvilluar fushata të organizuara të masakrave masive ndaj civilëve serb në përmasa dhe forma të krahasueshme me ato të kryera nga forcat serbe. Përkundrazi, lufta e UÇK-s ka qenë orientuar drejt çlirimit dhe mbijetesës, jo drejt shfarosjes. Prandaj, ndjenja e indinjatës që sot mbizotronte populli shqiptar është e drejtë dhe e arsyeshme. Nëse përmes këtij procesi gjyqësor tentohet të rishkruhet historia, të relativizohet agresioni shtetëror serb dhe të kriminalizohet rezistenca çlirimtare shqiptare, atëherë pyetja shtrohet me plot të drejtë: ku është drejtësia këtu? Dhe për kë shërben ajo? Drejtësia që shkëputet nga konteksti historik, që injoron disproporcionin e dhunës dhe që ushqen narrativat e propagandës, rrezikon të shndrohet nga instrumenti së vërtetës në mjet të padrejtësisë.